A pranohen lutjet, thot në kish, se këtu ku jam unë, s'ka xhami, jam thot muslimane. Elus Allahun e lartësuar që të ruaj, të t'jap mirësi. Të këshilloj që të lutesh aty ku je, për shembull në shtëpi. Dikush tjetër mund të jetë në punë, dikush tjetër mund të jetë ndoshta i sprovuar në spital. Ne i lutemi Zotit gjithësisë aty ku jemi. Adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm. Profeti alayhis salam thot në një hadith: "Innama ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura." Më është bërë mua toka vendfalje dhe e pastër. Kështu që aty ku je, lutju Allahut të lartësuar, Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum." Lutuni mua të përgjigjem ju. Muslimani nuk shkon pra të lutet në kish apo të lutet diçka e tjetër përveç Zotit të gjithësisë. Pra nuk shkon në vende ku adhurohet dikush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Nuk shkon të lutet gurit, drurit, nuk kërkon mirësinë prej askujt tjetër përveç se prej Zotit të gjithësisë. Prandaj unë të këshilloj që aty ku je, fal namaz, lutju Zotit të gjithësisë, një të vetëm, dhe ai është që i përgjigjet lutjeve. Allahu të rujt.